mbrëma. Zgjedhjet përfunduan, me to edhe përfundoi edhe kremtimi i festave të fundvitit. Kosova është kthyer, qytetarët janë kthyer në realitetit të tyre edhe janarit i cili është pak i bezdishëm, politikanët ende në një farforme në gjysmë pushimi. Kjo për shkak se rezultatet zgjedhore ende nuk janë konfirmuar nga KQZ, ende ka rinumërim të votave dhe ende nuk ka mundësi për të ndërtuar institucionet. Ato me gjas sa po të rinumërohen votat, dhe ka fundi këtij muaji do të krijohen me shpejtësi, me qenë se që Lëvizja Vetëvendosje ka fituar numra që vetëm me pakica të josën në një farforme të ndërtojë institucionet. Për të biseduar për çka pret Kosovën në vitin 2026, çka ndodhi në 2025 në skenën politike të Kosovës, çfarë qeverisje të presim dhe cili do të jetë funksioni i opozitës, këtë rast lidhës së Partisë Demokratike të Kosovës, e kam ftuar deputetin tashmë ende të pacertifikuar, po në rrugë të Kuvendit Kosovës, Xhavet Halitin. Xhavet, mirë se vjen në Gazetën Blic. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Xhavet, si e përsollët 2025-ën? Po mirë, unë e kam përcjell shumë mirë, kam pushu mirë, kuptimin e asaj nga ato ngarkesat që i kanë pas kolegët e mi. S'ke pas nevojë me shku në Kuvend për ka 5 minuta më kry. Kuvendin e Kosovës, po, por jam përpjek me qenë aktiv Ke qenë aktiv politike? Në media, në debate, mirë. Çka ndodhi, çka ka mbet, si ta themi kështu, në mendje nga veprimet e 2025-s, nga ndodhimet e 2025 dhe s'po flas për zgjedhjet, veprimet politike? Po tani unë nuk e di që ka pas veprime politike. Ato që kanë qenë, pedim, ato. Në mendje njerëzve ju ka met veriu më shumë. Shtrejtimi i rrymës, liberalizimi i tregut rrymës, dhe këto kanë qenë, do të thoja, ato që kanë debatu më shumë, kanë nxit debate, kanë shpreh njerëzit shqetësime, ndërsa në politik, kuptohet, ka vazhdu i njëjti avaz, kryesisht në media, pa aksion politik të opozitës, dhe Albini ka vepru dhe ka funksionu në mënyrën si ka mendu dhe si ka desh vetë. Ku ka vojë opozita? Në këtë rast ta zëm PDK-ja. E përmendet aksionin politik, për çka keni fjalën? Mendon se është dashme pas më shumë aksion politik dhe për çka fjala? Aksioni politik nuk kisha me konsideru që është vetëm për ta marrë një konferencë për media dhe për të diskutuar në Kuvend me minutazhin e caktuar, por aksioni politik nënkupton angazhimin dhe bashkimin e opozitës me interesat e qytetarëve. Këtë rast, po themi është drejtu energjia dhe qytetarët duhet me pas dikën që i del në balë kësaj situate. Me i dalë në balë qysh? Po me i dalë me protesta. Me protesta, po. Protestat janë mjeti i vetëm demokratik përmes cilit bashkohen njerëzit, bashkohen zërat. Sepse na mund t'i kemi 100 deputet në salë të Kuvend, mund t'jenë të gjithë një zëri, por po s'patë në mbështetjen e qytetarëve, po s'doli në rrugë zëri fuqishëm e qytetarëve, është problem për me pretendu me ndryshu diçka. Po, zhvillimin në Kuvend, si ke po? Ato që kanë qenë disa tentimi për votimin e këto. A u bëna i gabim gjatë asaj rrugë? Tani gabime kam evidentu, sepse i kam thënë edhe publikisht, por unë kam menduar dhe mendoj që gabimet i ka bërë Albin Kurti, sepse e ka lënë Kosovën një vjet pa qeveri, pa shërbime për qytetarë. Do të thonë, ka sunu Kosovën i vetëm, dhe kjo është një problem shumë i madh për një vend që pretendon të jetë demokratik, për një vend që është në rrugtim për të hyrë
për të integru në BE dhe në pjesën perëndimore të shoqënisë ose të rrozullit toksor. Kështu që ua ka mbyll derën, sepse askush s'ka desh me taku për shkak se s'ka pas qeveri, për të bisedu as për të ardhmen e Kosovës. Ma e rona ka qenë vendosja e sanksioneve nga Bashkimi Evropian për shkak të veprimeve të papërgjegjshme që janë konsideru të kryeministit dhe të qeverisë Kosovës, dhe nga BE-ja dhe në fund edhe ndërprerja dialogu strategjik nga SBA-ja ka qenë, mendoj, një gabim ose një goditje e radhës që njerëzit nuk e kanë parasysh shumë këtu të ne, por goditja ka qenë e madhe. Të i pas parasysh gjitha këto që po i thoni. Nuk doli që zoti Kurti u dëmtua nga fakti që nuk i dha Kosovës institucione, nuk doli që u dëmtua edhe për pika tjerë. Okej, sanksione një pjesë të tyre u hoqen në fund dhe toj gjatë fushatës zgjedhore, dhe nuk do të ishin hequr pa ato letrat e opozitës, Mi po doli fitus dhe fitoj më shumë. Po, doli fitus, por interpretimi mediatik dhe interpretimi përmes deklaratave të qeverisë dhe mos angazhimi i duhur i opozitës për të përplasë me çështjet veçanërisht me sanksionet e vendosura nga Bashkimi Evropian, po në një farë mënyrë edhe opozita ose gjithë neve jemi deklaruar që nuk pajtohemi me sanksionet që i ka qitë Bashkimi Evropian, por nuk e kemi potencu fort në rrugë, pra po dalë në rrugë, çështjen e sanksioneve, që ka humbë Kosova dhe kush është fajtori. Zgjedhjet Albini ose VV-ja i ka fitu, sepse po mendoj që s'ka pas aksion politik të opozitës, pra përsëris. Pra protesta ka mungu? Kush? Protesta, ka qenë elementarja kryesore që ka mungu. Apo nuk është vetëm kjo, ka qenë edhe një mungesë ka pak qëndrimit fort politik. Pe marr parasysh diçka, sikur të kishte ndodhur që në Shqipëri të vendosin sanksione Shqipërisë, të vendosin sanksione Maqedonisë, të vendosin sanksione Kroacisë. Unë po besoj që asnjë qeverisë kishte mujt me rezistu më shumë se 2 javë. Sepse pasojat e qytetarëve dhe reagimi i qytetarëve për pasojat që i vinë vendit dhe aty në secilit individ veç e veç, do të ishin shumë të mëdha dhe do të detyroj qeveria me dhënë dorëheqje. Tu s'ka pas aksion politik. E kemi folë gjithë, fajtor është Albini, mirë. Dhe aty, dëgjojnë ata që dëgjojnë emisionet, qoftë në televizion, qoftë në medium, edhe pastaj folë mirë ose folë keq. Kaq. Dikush duhet me u përballë me problemet e vendit. Opozita duhet me kontrollu qeverinë. Qeverinë, kur të kontrollon opozita, ka mbështetjen edhe të një, s'po them të gjithëve, po të disa qytetarëve. E fillohet me pak dhe pastaj gjërat to reagimi shkon të urrit. Qofse s'ka nisma, njerëzit rrinë në vend. Po pse? Pse opozita nuk i boni këtu? Qa të në arsyet? Mungesa e guximit, frika nga Albin Kurti, frika se sire do argon opinioni publik, apo qka? Personalisht e kam ngritë zërin edhe më herët për këtë çështje, por edhe po besoj këta që kanë bërë takime me përfaqësues të vendeve të ndryshme me të cilat kanë biseduar, nuk ka pas gatishmëri të opozitës për protesta. Nuk ka pas gatishmëri të opozitës për reagim frontal, nga buron kë mungese tani përgjigja ka qenë vazhdimisht në takime që ne jemi institucionalista, betejën dhe luftën politike do ta bëjmë brenda institucioneve të Kosovës. Okej.
po tani na patëm një vjet pa institucione, pa parlament. Një vjet me funksionu qeveria, me përdor bugjetin në Kosovës, si ka desh dhe qa ka desh, është shumë e rëndë. Pse po më tingëllon mu kjo arsyetimi i institucionalizmit pak jo i saktë. Si është po? Po më tingëllon Po? si jo i vërtet kjo arsyetimi Unë po vetëm them, i institucionalizmit, i unë tjerëve, jo juaj, i po, tjerëve. Unë po them, Si po tingëllon ty? atë që këta ua kanë thënë ndërkombëtarëve. A bësh jo institucional në qoftë Tani bën protesta? unë nuk mund të kaloj në frontalisht kundër ish opozitës për të metat edhe gabimet që i kanë bërë, por mendoj që sikur të kishte pas nisma për të reaguar në një mënyrë ose në tjetër, ose edhe të ndarë njëri nga tjetri, po me një qëllim, faktum, po besoj që kishte me ndryshu situata edhe në përshpejtimin e krijimit të qeverisë, edhe në krijimin e qeverisë së re. Më thonë se një vjet, unë nuk e besoj që s'ka mujt me kriju qeverinë. A gabuan që nuk e bën atë qeveri gjatë qoftë edhe për një vit gati, ma pak se një vit, për 6 muaj? Opozita, a gaboj që su bashkuar, le të këja këtu në këtë rastë? Shikoj, nuk e ka thirrë opozitën u bashku. Me opozitën duhet me folë, duhet me diskutu. Kja kanë fjallin me bashku opozita dhe me pasbët qeverinë. Po nuk mundet mu bashku me bo qeveri tjetër, po thu të opozitës. Herën e kalume, po. Po. A ka gabu aty? Mundësia me bo qeverinë opozita ka qenë me hyme me listën sërbska në koalicion. Menoj që propaganda që është bërë, në vazhdimësi, në raport me listën sërbska nga vetëvendosja, edhe nga partitë opozitare, menoj që ka qenë e madhe dhe kushdo që kish marë nismën me hy, kish mu ballafaqu me një reakcion shumë të madh, propagandë në rrugë nga vetëvendosja dhe nga elemente të cilët janë akoma të papjekun politikisht dhe nuk ju intereson ardhmja Kosovës as shumë sa ju intereson pozicioni i tyre personal. Prandaj ka qenë thik me dy teha me u bashku dhe me hinë koalicion me listën sërbska. Po listën sërbska, opozita edhe mu bashku s'kish mujt me i bo votët. Në teori po, por ka qenë problem. S'kish Në mujt. teori po, teori ka mujt me u bë. Për qëri propagandë. Me u bo, na kemi pas 3 kandidatura për kryeministër. Edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, edhe AK-ja i ka pas kandidate vetë për kryeministër. Dhe të pakten ka mujt me u ndërmarrë një veprim, ndoshta për me dridhë sistemin, ose me u shqetësu, me u bashku dhe me pas një kandidaturë. Mu marrë vesh që është, po them, me i ka taku Bedri Hamzë, sepse ka qenë partia e parë dhe kemi mujt mu pajtu me këtë. Që Bedri Hamza me qenë kandidati kryesor, edhe me pa pastaj me diskutu bashkë çka me bo. Nuk ka qeveri në demokraci, nuk mundet me u bo një qeveri për cilën duar të rëkisin gjithë. Opozita është me kundërshtu qeverin, me kundërshtu politikat e qeverisë, cila do qoftë ajo. Dhe unë po besoj që ka mujt me ndryshu. Por, se kanë bo, se kemi bo, pasojat janë zgjedhjet e reja, të shojmë tash, a do ta lutë kënë Albini me bo qeveria, jo. Dhe është, ndoshta, për hir të asaj që duhet me u zgjedh presidentin, ndoshta mund të bëjnë në matematikë, për të zgjidhur të dy problemet për një herë, por unë jam skeptik dhe unë jam dyshues realisht tek Albini që ai mund të ndërmerr hapa të cilët garantojnë zgjedhjen e presidentit të Kosovës
thënë bashkë me zgjedhjen e qeverisë. Po thu Xhavit je zgjedh deputet vetëm për 3 muaj? Po Pra kuptimin që mund të shkoj vendi në zgjedhje? Ekziston kjo mundësi. Ekziston kjo mundësi, se nëse s'ka vota, nuk janë 80 deputet në sallë, vendi mund të shkojë në zgjedhje. Dhe ti e shem më të mundshme të shkuar në vendin në zgjedhje se sa arritjen e ndonjë marrëveshje politike? Tani unë mendoj që Si e mendon, si e sheh? Që do të përpiqet Albini me bë diçka, por qëndrimi i tij ngurtë që vetëm ai duhet me i zgjedh të gjithë, vetëm ai duhet me kontrollu të gjitha pushtetet, është tepër i rrezikshëm për demokracinë. Presidenti mendoj që duhet me qenë nga opozita dhe të paktën duhet me pas një farë miratimi nga gjithë opozita edhe pozita që të kemi një president i cili kryen detyrat e veta dhe nuk merret me fushatën e vet për pas përfundimit mandatit. Për ti s'po e sheh Albin Kurtin që po jap shenja dhe as po shet gatshëm që të bëj kompromise këtilla? Shikoj, ai e ka zbut pak, nuk është Albini me deklarata që ka qenë para këtyre zgjedhjeve, po besoj që nuk është një politikant që nuk mendon, dhe po besoj që ai e ka parasysh çka po do të bëjë. Problemi kyç dhe më i madh i Albinit, po të thoja, edhe i qeverisë tashme të Kosovës, është dialogu politik, po them, sepse do të përballet, kushdo që të jetë kryeminist, do të përballet me kërkesat e bashkisë ndërkombëtare për të zbatuar marrëveshjet e nënshkruara. Dhe ai e din çfarë është përgatitur, i ka zgjon, po besoj që është edhe informum më mirë se ne. Prandaj unë dyshoj shumë dhe kam frikë që për shkak të kësaj Albini mund të operojë në variantin tjetër, duke menduar që do të fitojë edhe më shumë vota, ta prolongoj qeverisjen. Po është në qeveri që do detyrë. Themelimin e qeverisë, që po bën lojë tash me rinumërimin e votave, me ato, me këto, edhe do të gjej variantet ndryshme, mund të organizojë edhe mbrana subjektit të vetë që ka situatat cilat i konvenojnë atij, sepse mos me deshta nuk mundet me ndodhë diçka që e kundërshtojnë, por mendoj që në secilin variant, edhe në qoftë se prolongohet, edhe në qoftë se shkojmë në zgjedhje të reja, prap s'ka me mujt me ndryshu qëndrimin e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me negociata. Ne me ndryshu qëndrimin e tyre apo ato tonin? Jo, ata nuk e ndryshojnë qëndrimin dhe nuk pranojnë ndonjë variant tjetër. Mendoj që aktualisht është një zbutje e qëndrimit për lidhur me asociacionin, por dërgimi i statutit në gjykatë kushtetuese mendoj që është i obligueshëm. Përgatitja e statutit nëse nuk është në përputhje me interesat e Kosovës, nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës, është prapë i mundshëm nga qeveria e Kosovës, por kjo situatë është e stërzgjatur, janë 10 vjet që pritet ai statuti i asociacionit, janë 10 vjet që jemi përballë me gjykatën kushtetuese
lidhur me marrëveshjen, jo me statutin. Tani ky 5 vjet se ka dorëzu statutin, edhe duket një propozim e ka pas nga BE-ja, cilin e ka skivu nga i propozim. Prandaj ne duhet me qenë të përgjegjshëm edhe pozita dhe opozita për pozicionin që e kemi në këto raporte dhe për domosdoshmërinë që Kosova të mos jetë tabelqitje nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që nuk po dojnë me zbatu marrëveshjet ndërkombëtare dhe që s'po dojnë me bashkëpunu me bashkinë ndërkombëtare. Na e kemi gujen plot Amerikë, si Kosovë, dhe më po besoj që me qip në referendum, se e kom propozuar dhe do të marrë shembuj të mirë nga ata që kanë shembuj të mirë. Për shembull, po marr Konfederatën e Zvicrës. Është hallakom sistem, por e drejta e referendumit për gjitha çështjet që nuk pajtohet politika i takon popullit. Dhe qesin në referendum. Jemi dakord, se jemi dakord, edhe na nuk e kemi atë të drejtë, por e drejta dhe fuqia gjithmonë është e koncentruar te kryeministri prej fillimit. Prandaj unë po besoj dhe po du me e potencu prap që përgjegjësi kryesor për mos zgjidhjen e disa problemeve që kanë bojnë me të ardhmen e Kosovës është kryeministri i Kosovës. Dhe e përmendet që ka një farë, po mbeti mendja aty, se e përmendet që ka një farë zbutje të ndërkombëtarëve për asociacionin. Si e ku e ke po? Dhe çka po të ngjariti që s'po dimni? Unë nuk bojmë me nxjerr gjithçka që mund të kemë dëgju, por zbutje, do të thënë, por asociacioni, po mendoj që nëse ndryshon qëndrimi, do të ketë mundësi me qenë asociacioni vetëm i 4 komunave në veri dhe jo asociacioni i komunave që i përfshin gjithë territorin e Kosovës. Kjo mund të jetë zbutja e parë dhe zbutja e dytë është tek deklarimet publike të gjithë protagonistëve të bashkisë ndërkombëtare që janë marrë me asociacionin, që asociacioni s'do të ketë kompetenca ekzekutive dhe këtë rast statuti duhet bëhet në përputhje me kushtetutën edhe duhet dërgohet në kushtetuese. Ajo që më shqetëson është mosbesimi te gjykata kushtetuese. E kujt? E kryeministit të Kosovës. Sepse këtu me i besu gjykatës kushtetuese dhe me qenë institucionalist që u shtashun e ma herët, që deklarohen disa. Jo, po kur ti e ka dëshmuar që i besën vetëm institucionet që e merren vetë. Atëherë është dashur me tërgu drejtar. Po du me pa një parantezë, një herë kemi pas një situatë është e thjeshtë, por është domethënëse. Kemi pas një debat lidhur me vizat, kur kemi shku si delegacion Britaninë në Madhe, Jakupit ja dhanë vizën për 1 vjet, neve na dhanë vizën për ka 2 javë, antarëve të kryesisë, dhe tani disa, adin që donin me kështu, po ishin Jakupi më i rëndësishëm se ja ka dhënë për 1 vjet. Edhe na thirrri atëherë ambasadori i Britanisë Madhe në drek dhe e deklaroi, tha, shikoni, tha, se unë e kam dëgjuar që e folët, tha, neve, tha, kryetarit ja kemi dhuru vizën. Ju antarë tjerë të kryesisë mundi mi marrë dhe ju ka 1 vjet, po duni me pagu vizën. Okej. E para. E dyta, gjatë diskutimit, Jakupi thot ati ambasadorit, tha, shikon, na jemi shtet ligjor, i zbatojmë ligjet, tha, jo, tha, prit, tha, du me thonë diçka. E din, tha, cili shtet, tha, i zbatojnë ligjet më smiri? Jo, Gjermania, jo, Amerika, tha, jo, tha.
Kuba i zbaton ligjit. Edhe na, për një mërë, ushtanëm, që është Kuba, kur djetë regjimi, tha se Kuba, Castro i miraton ligjit për veti. Dhe që ato ligje që i miraton, i zbaton. E në qofë se ne duhet të zjedhin variantin e Castros, variantin e Kubës, për t'i bërë ligjet vetë dhe për t'a bërë kushtetutën vetë dhe për t'a zbatuar, për t'a emnu gjykatën kushtetuse vetë dhe për t'a komanduar, atëherë është problem i madh për neve. Problem për demokracinë e Kosovës, problem për integrimin e Kosovës, problem për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Sepse në qoftë se ne nuk bëjmë ndryshime dhe nuk garantojmë investimet e huaja, nuk vendosim demokraci, nuk vendosim nuk i miratojmë dhe nuk i zbatojmë marrëveshjet ndërkombëtare që kemi nënshkruar në proces, në luftë kanë filluar, kemi filluar me bë marrëveshje me bashkinë ndërkombëtare, me perëndimin, po du me thonë, matroq, dhe ato duhet zbatohen. Me këto kushte është njohur pavarësia e Kosovës. Dhe ne duhet vazhdojmë fuqishëm me perëndimin. Pse? Sepse nuk kemi rrugë tjetër. Tash ndërvarësia, na peshojmë që ka ndryshuar gjithçka, po ndryshon bota, po ndryshon edhe aleancat ushtarake, po ndryshojnë aleancat politike, po janë bërë dy superfuqi të reja të fuqishme dhe kriza e luftave është evidente në kretë rrezullin toksor dhe rreziqet janë shtuar. Prandaj neve duhet patjetër të punojmë fort me strategjinë tonë e cila jo deklarativisht, por me obligimet tona të përshpejtojmë rrugtimin tonë për në NATO edhe për në Bashkimin Evropian. Gjavet, qeverinë po supozojmë që Kurti do ta bëj. Po. Por një gjë të cilën nuk mund ta bëj vetë dhe me as me atë koalicion që do të kenë qeveri, minoritetet një pjesë të paktën ose të gjitha, plus Rashiqin, nuk mund ta bëj presidentën, sepse nuk mund të siguroj 80 udhëse në kuvend. Vjosa Osmani po e kërkon edhe një mandat, paktën në deklarimet që i ka bërë publike. Zoti Kurti ende nuk është përcaktuar sakt nëse do ta mbështet zonjën Osmani apo jo, mi po duket e pamundshme mos ta mbështet. PDK atë çfarë do ta bëj? Për zonjën Osmani në këtë rast. Tani unë mendoj që Kurti publikisht i ka thënë zonjës Osmani që bëni votat. Mi bë ajo vetë. Unë kështu e kam lexuar deklaratën e zotit Kurti, kur ka thonë që duhen 80 vota, 80 deputet me qenë salë dhe unë si ka. Po. Mesazhi është për Vjosën. Interesat politike nga njëherë ndryshojnë edhe qëndrimet. Prandaj nuk i di raportet e ty në çfarë janë, por kam përshtypjen që Albini dëshron me ndru. Me ndru Vjosën. Me ndru emnin presidentin ose presidentin e Kosovës. Kështu mendoj. E para dhe e dyta, nëse ai ka presion të madh, thoja, dhe nuk do në shku në zgjedhje, atëherë mund të bëjnë një marrëveshje edhe për qeverinë, edhe për presidentin. Por unë mendoj që është shumë me pas të në pushtetet kush dhe qofte. Jo veç Albini. Pa të dhe tani. Me qenë edhe dikush tjetër, menoj që e ka gabim. I ka pas edhe tani, Gjavit? I ka pas. Po nuk duhet. Po çfarë, i dim pasojat që i ka pas gjitha pushtetet. Dim si ka funksionu Kosova. Në përmend edhe emra tjerë, për shembull përmend si opcion në qoftë se Vjosën në provat që zoti Kurti të nxjerr figura tjera, si për shembull Bekim Jashari e këtu, si ishe? Unë kam dëgjuar disa emra, por unë mendoj që presidenti duhet me qenë, ose kandidati për president,
duhet me qenë konjunktural, duhet me qenë i propozuar dhe i dëshiruar nga të gjithë. Edhe na, për shembull, për Vjosën ka pas raste që opozita s'ka nejt në sallë kur ka folë në parlament. Po. Dhe mesazhi është i qartë. Sa i përket, a thatë zoti Jashari... Po, Bekim Jashari shpërmende, ka dhe emnat e tjerë. Okej, unë nuk kam kur gjë kundër emnave, por duhet pa tjetër me u pranun nga gjithë. Dhe, se me thënë, a ka me qenë, ta themi, a ka me rezultati zgjedhore 28 dhe tojit, a ka me detyru opozitën që edhe pa dëshirën e saj, në këtë rast PDK-n po flas, që edhe pa dëshirën dhe pa vullnetin e saj të qëndrojnë sallë vetëm mos shkojë edhe një zgjedhje. Tani në politikë... Apo nuk do ta ketë këtë frikë më, do të operohet opozita nga kjo frikë. Në politikë gjithçka është e mundshme. Sipas mendimit të po. Mendoj që a do të qëndroj apo jo, në sallë është diçka krejt tjetër, sepse ne vendimet i marrim edhe në organet partisë dhe si grup parlamentar. Ndoshta ndonjëherë edhe nuk janë zbatu vendimet që janë marrë në grup parlamentar dhe në kryesi nga disa deputet dhe nuk kanë pas pasoja. Por tash nuk e besoj që për një çështje të tillë mund të ndryshoj qëndrimi i kryesisë partisë edhe i grupit parlamentar. Që është? Që me marrë pjesë ose mos me marrë pjesë. Po, jo, jemi bindur që do ta zbatojnë për të grupi parlamentar. Por ku është më shumë mundësinë me marrë pjesë apo mos me marrë pjesë? Unë çush e kam mendimin. Tani unë jam për me i themelu institucionet. Edhe po besoj që edhe Partia Demokratike është me i themelu institucionet. Mendoj që duhet me analizu shumë mirë në qoftë se për shembull Partia Demokratike bëhet shkaktare për shku në zgjedhje të reja, ai bie mirë vendit, mas pari se edhe në qoftë se nuk i bie mirë vendit, atëherë duhet me pas parasysh pasojat në zgjedhjet që organizohen të jashtëzakonshme pastaj pas vendimit që mund të merret në grup parlamentar, po them figurativisht ose në kryesi. Kjo vlen për të gjitha partitë, jo veç për neve. Prandaj unë po them që kemi disa çështje të cilat duhet i kapërcejmë si Kosovë dhe mendoj që zgjedhja e presidentit të Kosovës ose presidentes të Kosovës me pajtueshmëri të gjithëve dhe me një figurë të pranueshme nga të gjithë, me vrejtjet e mundshme, se s'ka njeri pa vrejtje, do të ishte shumë më mirë se sa të shkojmë variantin në një farë mënyrë e majorizimit të votave me kushte ose e detyrimit moral për të votu dikën që ndoshta nuk është për atë punë. Dhe Xhavet, a kina emën? A kina emën për president? Do thonë që te thu do t'i shkon të shumë. Unë mendoj që ka shumë emna dhe se njerëzit thënë ku me zgjedh. So që në me zgjedh. Dhe po ta them një pikërisht për atë thash. Një rast e pyesin njerin për kanë votovën në zgjedhjet e para. Thot, votova për presidentin rrugova. Okej, po pse s'votove për Hashimin sa e ka luftu? A le të bëhet ai president, unë votoj edhe për ta. Kështu që mentaliteti është kur dikush bëhet president, mendojnë që i din gjitha. Varet shumë, unë po i them mendimet e mia që nga informatat që kam dhe nga ajo që unë mendoj dhe besoj që duhet me u zhvillu. Ideja ime, që po e them, mendoj që duhet me u ndëgju, por nuk e besoj që mund të realizohet.
me këtë mentalitet politik dhe me këtë kurs politik Cila është ideja? që deri tash e ka pas Albini. Cila është ideja? Ha? Cila ide? Ideja e presidentit konsensual. Dhe në qoftë se Albini që dëgjon dhe opozita nuk dënë mja votu presidentin që ka shefaj, qa ke pashman shumë nga që në zjedhe? Zjedhe të reja. Tani pasojat ata që bëhen penges, në qoftë se ka pasoja negative, i vujnë. Qoftë se ka ndryshim pushtetëve, atërë është fitore për ata që kanë pengu, sepse shikon, në njerëzit tonë... Po në këtë rast, kush o pengesa, Gjavi? Opozita apo Albini? Ata që s'ja votojnë kandidatin... Nuk ka penges. Unë po mendoj që edhe Albini është në dilemë si do t'a zgjidhë presidentin. Sepse kanë pas i gare përhershme kush është, qysh është, dhe kjo presidentja ka shfryzu këtë kohën kur Kosova ka pas sanksione, ka bo lëvizje shumë herë të kota në udhëtime, por i ka prezentu në Kosovë si udhëtime zyrtare. Pse po thua ashtu, Gjavet? Po pse po thonë se presidentja nuk shkon për kujtime në një fshat atje në Kroaci, për shembull, ka qenë njëre. Kroaci një për kujtime atje për luftën kur është bëha dhe ata e kanë prit. Ti, presidenti, shkon u taku me presidentin. Shkon konferenca ku jenë presidentat. Nuk shkon konferenca ku ka deputet. Shkon që ofse ftohet, për shembull në Asamblenë e NATO-s. Ka raste kur ftohet dikush me referu. Po, më ka ndodhur me pa najherë president që është ullë, me ndëgju edhe mu taku asaj dhe koridorëve me njerëz me dalë fotografi, ose në Këshillin e Evropës. Këshillin e Evropës ftohet kryeministri i vendit, presidenti i vendit, marrë fjalimin, i bëhen 4-5 pyetje nga deputet, nga ata antarë që në Këshillin e Evropës, edhe përgjigjet edhe shkone. S'ka punë aty me votu ligje, me votu, me indëgju kush që ka po fletë. Ose me shku për festa. Me gjithat prezidente se erdhën disa njohje. I erdhën disa njohje. Presidentës. Shikon, nuk e di ku edhe një afrim i saj me presidentin turk, ta i Erdogan, që ishe këto zhvillime. Shikon, me presidentin e Turqisë, të gjithë politikanët e Kosovës kanë pas afërsi. Qenë kryeministi, ashtë Unë kom qenë 3 herë në zyrët ti, njëjtën formule ka me kënd të atakoj. Njohjet e pavarësisë Kosovës nuk i ka bo as një president, njohjet e pavarësisë kanë ardhur me angazhimin e shteteve perëndimore, gjithkush në variantin e vetë, edhe të Turqisë, dhe i kemi këto njohje. Tani unë e pash debatin a në siguroj Arabia Saudite atë njohje në fundit a Turqia, se të dyja thanë kush e ka asigurua. Por personalisht, individi mund të ketë në një ndikim, në një influencë, por pa ndihmën e këtyne nuk njeve s'kisi mujtë një sigurë. Po shë bëhat të asnjë që shbët. Shkojmë takime, por fuqia është e tjerëve. Jo, ideja këtë që ju dhanë njohjes presidentës direkt, jo ministrisë jashtme, jo kryeministit. Ko filma janë nda. Jo dhanë presidentës? Po, në fakt. Presidentja ka kompetencë Ka, marrëdhënies me jashtë. absolutisht. Edhe ka kompetencë ma shumë se ministri jashtë. Marrëdhënie me jashtë. Është kryetare e shtetit. Dhe ajo ka qenë në garë, realisht, me ministrën e jashtme. Kanë qenë, më qenë se vinë nga njëjta parti dhe kanë qenë kolegë, janë prish, diçka, kam përshtypjen me zveti, dhe
me qenë se qeveria ka qenë sanksione, presidentja ka shfrytzu edhe mos me lanë Donikën me u shfaq marrëdhënie ndërkombëtare, sa ma pak mundësisht, edhe me marrë primatin kjo si ish kryetare e kësaj partisë. Kjo është aja falë dhe aja harron këtë Albin Kurti, që ai me qenë në sanksione dhe sa presidenti ja lirë. Qysh? Aja falë Albini, që desa Albini ishte në sanksione, kjo e lunë të bëndë edhe turizm diplomatik si pasë. Kjo është dhe, këtu ka pas aja falë dhe aja harron, sepse nuk është... Unë po flasë diçka që ka vrejë dhe që ka është parë nga të gjithë. Edhe me deklarata, edhe me sjellje, edhe me deklarime, sepse ndrysh është deklaru kryeministi, ndrysh presidentja, dhe e ka shfrytzu, për shembull, nuk kisha me thonë që ka majtë qëndrimet gabushme, për shembull, kur ka folë edhe në Amerikë, edhe në për institucionet të ndryshme, sa i përket obligimeve që ka Kosova në raport me bashkinë ndërkombëtare. Nuk ka qenë e ashpër çush ka qenë qeveria. Dhe kjo ka ndiku që ajo me fitu primat në raport me kryeministrin i cili ka qenë sanksione. Se sanksionet kanë qenë kundër qeverisë Kosovës, kanë qenë për presidentin. Dhe kjo ka pas kanalin e hapun, rrugën e hapun. Xhavet, faleminderit shumë. Faleminderit për teje. Shpresoj që ky vit do të jetë më i qetë, po paralajmërimet nuk i ke shumë optimiste. Po tani optimiste. S'po them që i kam pesimiste. Jo kuptimin por uroj që vërtet, me qenë se kemi hyrë në një vit 3, uroj që të jetë i frytshëm ky vit për Kosovën, për zhvillimin e Kosovës, për integrimin e Kosovës në politikat ndërkombëtare, në Bashkimin Evropian dhe hapjen e rrugës për të hyrë në NATO. Kërkon shumë punë, kërkon shumë angazhim, kërkon shumë përkushtim, kërkon me i kry detyrat e shtëpisë me përkushtim qeveria, dhe nëse i kryjmë detyrat e shtëpisë arrim. Me deklarata, duke thënë që na e dojmë Amerikën, na e dojmë Evropën, na e dojmë ashtu, nuk bëhen. Detyrat e shtëpisë që t'i ka caktu Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet shpikë. Faleminderit. Faleminderit.